Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e gurabijave të shpejta, cilat përgatiten pa qumsht, pa vaj, pa kos, pa miell. Besoj se kanë ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen e këtyre gurabijave shumë shishme, thjeshta për përgatitje dhe të shpejta. Na duhet një margarin apo një puter, i cili duhet të qëndrojë në ambient dhome më së paku 6 shtator. Këtu kam 250 gram me puter, cili ka qëndru në ambient dhome, patjetër duhet të qëndrojë në ambient dhome, se për ndryshe nuk mund të bëhet përgatitja e gurabijave. Deri është i butë, pra kështu duhet jetë i butë. Ja shtoj një gotë 200 ml me sheqer pluhur, një vanilla sheqeri për aromë dhe 3 të verdha të vezës. Tash mosën e punoj pak me lugë, më pas do fillojmë direkt ta punoj me dorë. Punoj me lugat sa mundemi. Mjaftueshëm kam bërë përzierjen, më të mira do dalin këto gurabija kështu kur përgatiten me puter, bëhen shumë të shkreta. Tash fillojmë që ta shtojmë një shestar. Pra këto gurabija përgatiten pa miell, vetëm se me një shestar, pa qumsht, pa kos, dhe vetëm se me pak përbërës dhe dalin shumë të mira. Këtu kam 600 gram me një shestar, asnjëherë nuk dihen masat fikse. Kështu e shtojna një pjesë dhe përsëri shtojmë duke e punu. Mund na shkojë dhe më shumë ose më pak. Ja shtojna një lugë të vogël, lugë çajit, me pluhur për pjekje dhe filloj që direkt i punoj me dorë. Kështu, derisa të bëhet mbledhja e brumit dhe derisa brumit largohet nga dora, hedhim një shestar. E punojmë si që ceka, nuk marrin shumë kohë për përgatitje. Ideale tash janë gjatë dimrit, mas darkët e gata, kemi mysafir vazhdimisht, ti përgatitni, shkojnë shumë me çaj, me kafe. Ja vlen me provu këtë recetë. Punojmë, vetëm se duhet që ta punoni gjatë brumin. Thellni një shestar sa herë që të ka nevojë, derisa brumit largohet shumë lehtë nga dora. Kam formuar brumin, kam fitu një brum mesatarisht trash, kështu, lehtë punohet dhe është larguar plotësisht nga duart. Tash marr një lugë akullorësh, cilës i kam hedh pak vaj sipër dhe kam përhap vajin kështu, që më lehtë të largohen më pas nga luga, dhe me lugën e akullorës i japim formën. Kështu pak me dorë shtypim dhe ja japim formën. Vendosi në tepsi kam shtruar letër për pjekje, më mirë të jetë veproni në këtë mënyrë, sepse më lehtë largohen pas pjekjes. Mënyrën e njëjtë ju japim gjithave formën. Nga ajo masë e një shesës na kanë marrë dikon rreth 150 gram me një shestar. Siç e kam thënë, asnjëherë nuk dihen masat fikse të një shesës. Kështu, ja japim formën me lugën e akullorës, shumë lehtë dhe shumë bukura dalin pas pjekjes. Mënyrën e njëjtë vazhdojnë atutje me gjithë brumin, vetëm se lajmë pak hapësirë njëra me tjetrën, sepse gjatë pjekjes dyfishohet pak brumi dhe mund të ngjiten, se mos t'ju prishim formën. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë.
kam dhënë formën gjithë brumit, gjithsej kam fitu 20 copë. Tash e kam nxjerr furrën në 200 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki për 20-25 minuta varet nga furra juaj. Gurabijat i kam largu nga furra, janë pjekur mjaftueshëm, ka një aromë shumë të mirë. Tash i mbulojna me një pecetë kuzhine dhe i lojmë që të ftohen mirë, asesi nuk guxojmë që të nxehta të bëjmë ndarjen për arsye se do shprishën shumë keq, do ju prishet forma për shkak se në brendësi ka një sheste. Tash i lojmë që të ftohen dhe do jenë gati për konsumim. Gurabijat janë ftohur mjaftueshëm, janë gati për konsumim. Ja largojmë pecetën e kuzhinës. Ka ndarë shumë të bukura për syrin, besoj se shija s'ka për mi mungu. Ta morim një dhe ta shohim se si janë në mes, nuk ju prishet forma kështu kur ftohen, kurse kur janë të nxehta nëse i prekim me dorë do shprishen. Janë të shkreta, besoj se dhe shija ka për me qenë mirë kështu siç janë të shkreta. Gjithë ju motra që përgatesni në këtë mënyrë gurabija për me çaj, kafe, ju bëfshin mirë, ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura me beqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.